Filmi Odiseu i Christopher Nolan, që po pushton kinemat botërore, ka marrë edhe një vëmendje të madhe të audiencës shqiptare. Ajo që po merr vëmendje është muzika e filmit, brenda se cilit janë përfshirë tinguj të isopolifonisë dhe fyllit lab. Mjeshtri i fyllit dhe e culës dyare, vlonjati Vendim Kapaj, interpretoi me fyll të kompozitorit Ludwig Göransson, i cili më pas e futi në kolonën zanore të filmit Odiseu. Pjesë të repertorit të tij dhe nga kolona zanore e këtij filmi, mjeshtri Kapaj i interpretoi të hënën më 3 gusht në hapje të festivalit Etnofest. Në një bisedë për Kallzo.com, ai ka treguar si u bë pjesë e filmit të Nolanit. Unë pa e ditur që do luaja filmin, do isha në pjesëtar në kolonë zanore të Odises, nuk e din, ka qenë shumë diskrete nga vetë ekipi i xhirimit. Dhe thjesht kur erdhi Ludwig Göranssoni në Vlorë, thotë Zoti Kapaj ka marrë dhe enkas që të dëgjoj melodin tuaj të vjetër të muzikës shqiptare etnokulturore. Me kënaqësi, thash, ka marrë për studim. Nuk na thanë që dëgjojnë filmin. Incizimet të cilat pastaj u përfshin në muzikën e filmit të Nolanit u bën në teqen e Kuzum Babait në Vlorë. Gjithsesi, shkom në Kuzum Baba. Kuzum Babaja është një institucion fetar që i takon bektashinjve. U krijoi një mikrostudio dhe atje kam punuar 5 orë, të tëra me instrumentet e mi. Duke dhënë melodi të ndryshme, fillova në vajet e Labëris, me fyll, që janë të mia kompozimet e mia, dhe atje më bërthen dorën dhe fillon dridhe dhe për lotet. I thash, ç'pate, ç'a jeti më thamu? Thash njëri, njëri e shikoj, tha po. Atje i thot kolegu, ky më solli Odisen këtu. Pa ditë që do xhirosh filmi Odisea. Vetëm pak para se të shfaqet premiera e filmit në kinemat botërore, më 16 korrik 2026, mediat botërore dhanë lajmin se muzika shqiptare është në kolonën zanore të Odiseu. Bashkë me lajmin për muzikën u bë i njohur edhe kontributi i Kapajt. Kam pi 50 vjet që los me instrumentin, deri dje përkisja Labërisë dhe Shqipërisë, kurse sot fal filmit botëror që shikon gjithë bota, jam krenar që jam i gjithë shqiptarisë. Për këtë jam shumë i lumtur dhe nuk më ka shkuar mundimi kaq dekadash kot. Filmi i regjisorit Christopher Nolan, Odiseu, i xhiruar në IMAX, nisi të shfaqej edhe në kinemat kosovare nga 16 korriku 2026.